Po ne paraprakisht kemi qenë të informuar se granti performancës për komunën e Klinës do të ketë vlerë rreth 1.2 milion euro. Mirë, po në momentin që kemi pas komunikime me shkrim, atëherë na është ardhur granti performancës me një vlerë të zvogëluar, pra rreth 750.000 euro. Dhe është kërkuar nga ana jonë që ta firmosim të njëjtin dokument me një marrëveshje mirëkuptimi me Ministrinë e Pushtetit Lokal, të cilën e kemi bë. Normal që jemi anku, aq sa kemi mujt me ankesa gojore, por jo diçka me shkrim, mirë po, do më thonë, sigurisht që do të ndikon në zvogëlimin e performancës tonë, sepse ne kemi menduar që të kemi një mbështetje shumë të lartë nga performanca, kemi para pa dikon rreth 11 projekte të zhvillojmë, por ato vlera të projekte tani, duke pas parasysh faktin se jemi të goditur edhe ne nga procesi kontratës kolektive, atëherë sigurisht që do të ketë ndikim të madh negativ në zhvillimin e projekteve për komunën e Klinës. E qartë, zotri Elezaj, për ta pasur edhe më të qartë, a jeni informuar paraprakisht për